Problemi që këtu nuk e kanë. Domani ka shprehur nuk kam interesa për të bërë lider politik ose për të futur politikës. E ka thënë në intervistat që ka dhënë një herë në vit tek Alban Dudushi, edhe ka thënë tek Alba Alishane. Nuk kam interes, ka thënë, për të futur politikë. Madje ka shprehur përqimin për ta vazhduar të Di Pietro që bën një intervistë Pula. Jemi te një moment i rëndësishëm. Bën një intervistë para javën e kaluar Di Pietros edhe po rriste Pula, ishte bërë fermer realisht. Rriste Pula, rriste Viça në fshat në Itali. Dakor, no po. Pas një lloj rreziku, madje tha dhe po kishte shpinë xhiro. Jo, po Arbër desha të rria pak këtu. Çfarë do të thotë goditja? Kush ka qenë suporti kryesor i Di Pietros? Për dire amerikanët ishin. Se ka thënë Kraksi. Benito Kraksi ka thënë që të gjithë ata edhe aty amerikanët ishin që vinin dëshmonin në gjyqe, sidomos në gjyqet politike për korrupsionin e madh të Manipulitit të Argentopolit, flitet që gjatë ditës takonin përfaqësues të ambasadës amerikane dhe nga mbas takimeve vinin me dosje me vete. Por në çdo vend është Amerika more, të bëhet kaq por diskutimi naiv tani. Të zgjuar rastësi për shembull një fakt tjetër. Maxi procesi. Po. 1800 penduar, si ndodhen ata? Mendon se ndodh kjo gjë pa ndikimin e strukturës pa një fuqi më të madhe. Po Arbër. Kush është diskutimi në rastin konkret? Diskutimi në Shqipëri është që apo te i kalohen pjesa që ka të bëj me kuadrin ligjor nga drejtësia e re. A janë antidemokratike, tha kryeministri. Po, unë s'po i hyj asaj që thot kryeministri, po bëj interpretimin tim. Po. Te rasti i zotit Meta, mund të më thotë ndonjëri nga jush ishte drejt apo jo, kemi dy jurist tavolinë. Pra mënyra si u trajtua izolimin. Po kush ishte prej iniciatorëve? Jo, po pyes. Kush ishte kush e kërkoi? Po pyes, më le atë, po pyes. A është drejt ajo që ndodhi, si ndodhi edhe ky izolim, është i drejt apo jo? Te zoti Veliaj, është i drejt apo jo? Vlisni si jurist, qofse jo si politikan. Pavarësisht se ju e keni kostumin e keni të juristit, po këmishën e keni të politikanit, që të dy. Por gjithsesi, ja bëj pyetje. Mund ma thoni, më jepni do përgjigje në rastin konkret? Po duash ta jap. Po e dua, edhe për Metën dhe për Veliaj. Jo, mos humbim kohë shumë. Po e dua me një fjali, se s'ka kohë shumë. Do dalim te PD-ja pak se te protesta avokat. Nëse flasim me dorën e ligjit, për raste analoge duhet të veprosh në mënyrë analoge. Që do të thotë që nëse është gabuar me Rion Velien, o të bëja të gabim apo me Ilir Metën, po pyes, po përgjigje. Po përgjigje po thua. Nëse, ore, ka pati në një shkelje në mënyrë si u arrestuan etj. Po prit pra ta them. Ka pasur, po ti do po jo. Po jo. Po ka pasur. Faleminderit. Ka pasur, po pyetja që ngrej unë pas kësaj është, a do duhet domethënë tani? Po mos e bëj si Arbri, se tani po bëhet si Arbri, e kupton? Po avokat. Protestën si e pe, si e shikon Partinë Demokratike, a do arri Partia Demokratike le të themi të mobilizojë qytetarët përballë këtij që konsiderohet skandali i jashtëzakonshëm për opozitën. Ore, unë kam bindje, le të më shajnë sa të duan, le të mos bëjnë dakord asnjëri me mua, sa të jetë Sali Berisha aty, Edi Rama do qeveris i qetë. I vetmi person ose e vetmja strukturë që mund t'i prishin Terezinë Edi Ramës është SPAKU. Në mënyrë demokratike a antidemokratike, ne këtu të gjithë kemi rënë dakord që mënyra se si u ndërtua SPAKU, mënyra se si u vesh nga ana juridike, e bën atë një institucion special dhe jo normal. Dhe si e till, ai do veprojë në mënyrë speciale, sepse në unë e marrësi kemi një 6 vjet që themi, ore, duhet ta shkrini, duhet ta heqin fare neni 42 nga ligji i SPAKut. Neni 42 për ata që 42 kush është? SPAKu, një prokuror i SPAKu ka të drejtë domethënë të përgjojë edhe gjyqtarin e gjykatës kushtetuese. Çdo gjyqtar. Çdo gjyqtar, kur përgjon gjyqtarin, ne këtu të katër s'na ka llogari fare. Pra, e kuptoni, jemi te një prokurori në mënyrë eksplicit. Duhet ta verifikoj këtë, po te Edgar Hoover, Edgar Hoover përgjonte edhe presidentin amerikan, po Edgar Hoover ishte FBI më shumë. FBI pra. Në këtë tjetër Edgar Hoover ishte edhe miku i Frankie Costello, bosit të familjeve mafioze, i cili jepte edhe garat e kuajve kush do fitonte nga kuajt, edhe ky ndihmonte me suport ndaj. Ore, Byroja Federale, dhe CIA është tjetër gjë nga SPAKu më. Byroja Federale domosdoshmërisht ishin prokuror më. Ishin oficer policie gjyqësore ata. Ishin policë ata, ishin agent. Këta janë të veshur me vesturë ligjore, drejtësisë, mos zotri. Tani, këta njerëz tani
në një shtet normal do konsiderosh anormal. Nëse kjo që pam sot hapet në çdo qytet të Shqipërisë. Pra, nëse Rama vazhdon të insistoj me faktin që nuk do ta dorëzoj barukun, dhe Partia Demokratike arrin që të mobilizojë në çdo qytet pak a shumë ta paralizojë, le të themi, jetën, jo vetëm jetën politike, por edhe jetën normale ta bëjë të vështirë. Si e parashikon si skenar këtë? Do të arrijë Partia Demokratike ta bëjë spari, së dyti nëse ja del në ku po shkojnë. Ore, Redi, ëndrat pa lek janë urbur. Se ta ja ndërrosh këtë që këtu nga Velmoshin Konispol do paralizohet vendi, këtu do ketë fryme, bla bla bla, historia të tilla. Ka arsye për ta bërë këtë, po thua? Ka 1001 arsye, po jo për këta njerëz. Jo për të vënë dhe një herë si kryeministër Sali Berishën dhe si ministër të brendshëm nul nokën o burr. Qose të jemi te kjo tezë, pra ta heqim këtë qeverisje super të korruptuar dhe të sillim këta 2, 3, 4, 15 njerëz të cilët drejtojnë sot opozitën, që t'i vam në krye të shtetit, tha qor për qor e kam në obor. Po unë për të keq kam ato, më kam të keqin aty. Ç'm duhet më një të keq tjetër? Qëse është çështje zgjedhje kjo histori. Kjo është. Tani ti mendon domethënë që këtu do duhet të ndodhin kataklizmoja. Jo, unë mendoj që... Kurse unë mendoj domethënë që këtu nuk po ndodh asnjë gjë, thjesht po i jepet si puna asaj penicillinës, po i jepet feedback sa do pak, fjalë e vërtet, po i jepet sa do pak Berishës e leadershipit vetëm. Se këta ta kanë thënë 1 milion herë, kanë vetëm një synim, të mbajnë ekskluzivitetin e opozitarizmit. Dhe këtu nuk ka për të ndodhur, nuk bim bari për të kësaj më, se kanë tharë. Kanë jo sot, jo dje, ka 20 vjet që e kanë thënë, nuk bin një parti tjetër politike. Edhe nëse do del me një kandidat tjetër për kryeministër, fjala vjen. Ti mendon që e pranon Berisha gjë të tillë? Po për Bashkinë e Tiranës e pranoi. Ore mos, po i ke tani naivi në burrë tani se. Po nuk do të kjo gjë më kjo. Jam dakord me këtë gjë. Mirë, le mos je dakord. Ta mbyll unë dhe pastaj mos je dakord. Ja, jam dakord. Këtu do jetë, nëse këtu do bëhet i njëjti skenar siç u bën në Rumani. Pra, skenari rumun, i cili ai spaku rumun, po them unë. Analogu i prokurorisë atij. E shkriu gjithë kastën e vjetër, po të gjithë. I futin burg mo. Me president, me kryeminist, dhe në fund madje edhe kryetare e spakut shkoi dhe ajo në burg. Dhe ati me bekimin e amerikanëve, nëse do ndodhin kjo, po jam dakord se do dalë një klasë e re politike. Cila do qoftë ajo? Po kjo këtu, për mendimin tim, nuk ndodh. Po, nëse spak fjala vjen në vendimin, merat bërn ato që bërin në Rumani, pse shikon këtë si... Inshallah më ndon. Madje javën e kaluar ka qenë një deklaratë shumë e fortë që e nxorën mediat botërore e Trumpit që tha për Ballkanin Perëndimor, synimi jon për 2026 është luftë e hapur korrupsionit dhe qeveria të lidhur me korrupsionin. Tani kushdo që ta lexojë këtë, e lexon o zotëri nderuar. Për 2026 për eksplicit për Ballkanin Perëndimor. Po, ishte. Në qoftë se do jetë kështu, dhe unë po them domethënë atëherë që ka një target real për të zbërë politikën e vjetër që ka mbërthyer këtë vend për 30 vite. Në qoftë se nuk është kështu, 45 vjet mbajtë me Enver Hoxhën, 45 vjet do mbaj me Edi Ramën. Dhe Sali Berisha sa të ketë jetë, nuk lëviz që aty. Po, ti themi disa argumente. Në fund të ditës, pavarësisht asaj që thot Nardi, edhe unë e kam si testimin, por unë nuk hyta ata njerëz që jam radikal dhe absolut me opozitën. Pra ne nuk mund të themi në asnjë moment që sa kohë tjetë Berisha në mënyrë kategorike djatha nuk ka asnjë shans. Këtë nuk e themi do, sepse janë një sër faktorësh dhe aktorësh që mund të japin ndikimin e tyre që mund të vijë përsëri Berisha në pushtet. Pra nuk ka në politik vetëm Zoti është absolut, vetëm Perëndia është absolute. Nuk ka në politik gjëra absolute, që sa tjetë kjo nuk bëhet, sa tjetë ai bëhet, sa tjetë. Mua më kujtohet, po, mund të vi sa gjasa ka të ndodhur, ne flasim për probabilitet. Mua më kujtohet, po jo probabiliteti 40% që ka opozita, 38% nuk është probabilitet me 5%. Dakor? Është 38% probabiliteti. Dhe mos harroni një gjë, në zgjedhjet e kaluara parlamentare, diferenca ka qenë me 100 sa mijë vota, nuk ka qenë diferencë 150.000 vota ka qenë, nuk ka qenë diferencë e frikshme. Flas gjithë kampi opozitar. E qartë. Pra gjithë shporta opozitës me shportën e majorancës nuk kishte një diferencë të frikshme. Pak më 100 sa mijë ka qenë gjithë opozitat. Gjithë opozitat po thotë. Në shumës. Pra që do thotë këtu ka terren
Por diskutimi nuk është vetëm te zoti Berisha. Diskutimi është vetëm edhe tek qasja që ai ka dhe e gjithë të tjerëve. Tani ne duhet të jemi realistë në një gjë. Sido që të jetë, pavarësisht edhe kritikave që kemi, Partia Demokratike pa Berishën nuk bën dot. Edhe sikur të tërhiqet Berisha në këtë moment, ajo është një parti politike e cila do jetë në një agoni shumë më të keqe se sa është me Berishën. Pra, është një parti që provoi Lulzim Bashën 8 vite dhe nuk e bëri dot kryetar. 8 vjet janë shumë, 8 vjet edhe duke i lënë të paktën 50% dorë lirë, se nuk besoj që ka pat më shumë se 50%. Pra 50% dorë lirë dhe nuk u konsolidua do si kryetar. Ju mendoni që edhe sikur të iki Berisha, edhe sikur të doj, edhe sikur të tërhiqet, pra të vi një figurë e re, mundet do t'ja dalin në një vit, në 2 vjet të krijojë një frymë të jashtëzakonshme, një gjë. Pra, sido që të jetë, aty duhet një marrëveshje. Pra aty duhet një pakt i madh, i cili Berisha duhet të jetë presidenti i nderit, sa kohë që të jetë. Është e pamundur e forcë politike pa Berishën. Ora i ka dhënë dot Berisha. I ka dhënë shëmbëtyrën e tij. Kjo është pyetja që i bëra avokatit. Ai vet ka një mundësi ta bëj. Pra, po duhet të heqë gjithë ata që i ka jesmenat rreth vetes. Tani Berisha këtë nuk e bën. Në momentin që ti heq gjithë jesmenat, i bie ti kësh dhe vetë, ngeltimi i vjetrit, ngeltim më keq nga gjithë. Por në fund të ditës ka edhe një problem në këtë mes. Ka një problem shumë të madh. Dhe unë këtu e kam me gjithë të rinjtë të Partisë Demokratike, edhe me mikun tim Nardi. Më falë më zotëri, a i ka marrë votat apo jo? Si mund t'i thuash dikuj që merr vota, ikti se duhet vi dikush? Po ikë shumë abstrakte. Si të mos i thot më, a i humbi zgjedhjet Berisha. Jemi duke folur në abstraksion. Organizohu, ja më zotëri, organizohu, largohem më zotëri. Organizohu, më dilë më të Saljani, se kam pa njërë të Saljani. Dilë më organizohu me Saljanin, dilë më synoj vetë. Dilë më bën një grup me dishepuj, bën një grup me njerëz që të ndjekin. Ore foli këto, shiko se ka një gjë. Ti thuash tjetrit ik, është gjë më thjesht në botë. Ik, po nuk është diskutimi ik. Diskutimi çfarë bën ti që ta largosh atë njerëz më zotëri. Sepse nuk mjafton të bësh kritika. Ora aksioni jot si demokrat, nuk po them rastin konkret. Po kush është deputetët janë të gjithë të rreshtuar, gati 90% janë pro. Këshilli kombëtar janë pro. Kryesia janë 90% pro. Por tani më fal, ai na dëgjon në studio që i themi ne ik, ndërkohë kthen kokën anë tjetër thon gjithë, rri merr dhe ditë nga jetët tona. Tani si mund të iki? Ne nuk i themi. Nuk funksionon kështu. Po Nenin Basha që e ke. Po se tash nuk funksionon kështu. Avokat, kthemi. Unë jam kritik ore. Unë jam më shumë kritik se Senati kur është puna. Tani në fund të ditës nuk ka një të ri që të guxojmë, nuk kanë guxim ore. Demokratët kanë frikë. Demokratë e rinj. Mua edhe kjo më shqetëson mua. Ore kanë frikë si do mundësh ti Ramën pa mundur Berishën. Sfida e parë që kanë demokratët e kanë me Berishën, pastaj kanë me Ramën. Tani këta thonë, do mundin Ramën, pastaj do mundin Berishën. Do shkojmë aty. Marsit, i bëra një pyetje shumë interesante. Jo, se fare dakord me ty, po s'm dha drejtën e fjalës, vazhdo. Do të flasim për Zoti Varaku nuk jemi diktaturë. Do të harrosh fjalën, se po e kthen diktaturë me nikun tim. Nuk dua të futemi te debati i brendshëm i Partisë Demokratike. Dua të rritë skenari se me diktaturë, opozita s'po e kapitalizon dot Marsit. Çfarë po bën aktualisht Sali Berisha dhe çfarë pritet të bëj nëse fjala vjen SPAK vazhdon me goditjen e tij fundore deri në fund, qoftë deri te kryeministri dhe opozita vazhdon të mbetet ajo që është non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha do që edhe mishit piqet edhe illi mos digjet, sot që flasim. Pra do që edhe të ketë procedime, po nuk do që t'i bëj SPAK-u. Dhe që të legjitimohet që SPAK-u vepron drejt dhe në zbatimin dhe garantim të ligjit. E ka problem, edhe gjithmonë i ka pas Berisha këto paradokset. Që këte e cilëson skap, pasaj këte i mbështet procedimet penale ndaj bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, vetëm se çfarë ndodh. Kur afrohen Edi Ramës thotë që është Edi Rama, kur t'jeni të bindur nëse kur shkojnë te Edi Rama do thotë që do shkojnë George Soros në bankën e të akuzuarve se nuk është Rama. Siç thotë sot për Belinda Ballukun, siç ka thënë dikur për Jon Velin Arben Ahmetaj, që nga armiq i bënte të njerëz të përdorur, nëse do thotë ditë gjë për Edi Ramën. Po çfarë do ndodh? E ka pra Alex Sorosi do thotë, nuk e ka fajin nuk ky ka qenë vegël do thotë. Edhe ne nuk naqemi derisa Berisha do thotë SPAK-u shkoi ka Alex Sorosi. Po çfarë do bëj SPAK-u nëse dy njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri, Rama dhe Berisha, do të jenë, le të themi, problemi i SPAK-ut, ky është problemi i shoqërisë shqiptare dhe elitave politike. Po çfarë do të ndodh? Në moment që ti nuk konfiguron dot një elitë re politike, dhe dikush është problemi.
Problemi është që ata që u prodhuan se eliteve politike dolën nga gjiri atyre OJF-ve që prodhuan dhe Ramën. Dakor? Dakor. Themi atë që është e vërtetë tash. Ore si do ja bëjmë Marsit? Si do ja Dakor bëjmë, jam me ty. duhet- Spak po e çon thikën deri në kokë. Është epitaf kur e vjetra ka vdekur dhe e reja nuk ka lindur akoma, qeverisin për binçat. Edhe kjo është thelbi asaj që po ndodh sot. Sot nuk po lind e reja, se e vjetra ka vdekur, nuk është legjitime, nuk qëndron. Rasti Berishas, rasti Flamonogës, rasti Dritan Sheut, mund të jesh deputet, mund të jesh kryetar partie, mund të jesh çfarë dush, nuk qëndron. Marsit. Është njësoj se ti jesh, ti jesh fizikisht i shkurtër, i shëndosh e duash luash rolin në një luftar 2 metrosh. Po Nuk ta të qëndron bëj roli, nuk pyetjen të më mirë drejt ai për regjizori drejt. i filmit. Në protestën Ti mund futesh me mik, mund ta lush, po shkon. Se filmi. Si e shikon Argita Berishën duke qenë se është një personazh që tashmë ka dalë në skenë në momentin më të vështirë, Legjitimoj që ti ishte kryetari i Partisë Demokratike. Si ishte kjo? E legjitimoj që ti jetë kryetari i ardhshme Partisë Demokratike. Nëse fjala vjen Berisha negocion. Po unë do isha dakord Si që edhe Dodik vetë në- Shkelzej Berisha po të bëhet kryetari i partisë, ka mundësi kundërshtim, Sali Berisha jo. Domethënë jam për çdo që është i ri, por jo zoti Berisha. Dhe unë nuk e shikoj në çudi edhe po të jetë zonja Argita, edhe po të jetë zoti Shkelzej, edhe po të jetë zoti Ervin me që ka qef Arbri, dhe po të jetë një tjetër. Kushdo që dali mjafton, ta fitoj. Ta marrë dhe suportin e lidhës se të vijë. A mund ta bëj këtë negociat Berisha Arbi? Shiko, unë i qëndroj gjithmonë parimet. Edhe në rast konkret parimin e kam të shenjtë. Po. Që do thot, në demokraci është në klapa gjithmonë diktatura e shifrave, e numrave. Që do thot, mirë apo keq, ky është sistemi që ne duam, dhe ky është sistemi që ne duam të shkojmë. Demokraci 100% e pastër, e kulluar, që do thot, nëse në Partinë Demokratike bëhet votimi, një antar, një vot, i pastër, i drejtë, numërohen fletë e votimin, fiton Argita Berisha ta gëzoj. Nëse e meriton Leonard Karaj ta gëzoj, Marsit Gupi ta gëzojnë. Tani më fal, ky është parimi, zotri. Por tani dhe të kritikosh dhe mos ndërmarrim asnjë aksion. Këtë kam për ata që janë elita e re në Partinë Demokratike. Do dalim aty. Po. E kemi aty për shkruar, për të mos rrim ke kritika. Për mua, thelbi është ky. Nëse demokratët duan Argita Berishën, ta votojnë. Po Argita është non grata, mos harrojmë, ë? Shiko, edhe Berisha ishte non grata kur i kthye dhe nuk pyeti njëri në PD. Tani ne aty këtu pastaj futet pjesa e ne që jemi të paanshëm. A mjafton që një lider i një partie politike të dalë fitues vetëm me votat e borrit të tij? Ne besojmë qartësisht që nuk mjafton. Por hapi i parë i duhet dashuria e demokratëve për të kaluar më pas te dashuria e shqiptarëve. Avokat. Pra çfarë do bëj Sali Berisha në një kohë kur skena është vendosur, le të themi aktorët kanë veshur mantelet e tyre, është domethënë teatri ka nisur. Perdet janë hapur, loja ka filluar. Ra Rama sonte? Ore, Rama nuk ra, po legitimiteti këtij kryeministri me këto goditje që u bën spak, bravo. Të mos e themi, është dobësuar, ka rënë shumë. Po, më kujtove Lulin, Manzor e Mallin. Nga sot Edi Rama nuk është më kryeministër. Mirë. Po mirë, legitimiteti ka rënë. Legitimiteti kur gjithë bashkëpunëtorët. Shiko, ai Luli që ti e kritikon, ka qenë ai që ka marrë rezultatin më të lartë të opozitës në gjithë këto vite, ëh. Po ta mbaroj Arbër se po jo pa tani se duhet të themi disa gjëra. Shifrat miku im. Unë radikali. Unë radikali. Ti je armik me Luli, nuk e di pse, po unë ti më bëra armik me gjithë mua burr. Jo, me Berishën po me Berishën nuk je kritik po si armik. Më the që s'jam tani, Je kritik thash armik. Nuk tani çat merrem me temën. Ç'a duhet të them unë ty? Po mirë se të kemi. Ai doli bëri foltore, unë dola aty dhe i tha zotri, ja kam thënë live. Jo në televizor me qindra me mira, por dhe live në takim i tha zotri, ti do bësh gabimin më të madh nëse kandidon për kryetar PD-je. Tani unë s'dash ai tjetër me libër shtëpi burr. Po kritik pra. Ishte kritik, mo i thash duhet kandidosh. Ky është kaq e ka mundsinë. Kritik qytetare. Ata e votuan, shumë mirë me ta mbajnë. Ti thua që do ta votojmë prap, do ta mbajnë prap, le ta mbajnë mo. S'kemi çfarë bëjmë. Nuk e zgjidh dot unë këtë histori. Ora, vjen po doja në pushtet po themi. Po këtë për flas. Tani nëse ne jemi te kulti i ides, që neve na duhet me patjetër Berisha, se po vdiq Berisha aty vdes mbaron PD, unë nuk jam me këtë. Sa ti e gjallë duhet Nardi. Pranoja.
Sa të jetë gjallë, është kod debat sepse i ka dhënë fizionominë e A vet. ka mundësi ta them një fjali pa më ndërprer Diskutime kemi, se diskutim, po 13 temë keni futur për tani çfarë duhet të ngres zërin që tashu ja. Jo. Mirë, dakor. Teza ime është shumë e thjeshtë, zotëri nderuar. Berisha ka ikur në 2013 në atë kohë, nuk iku asnjë ditë të vetme, sepse e ka mbajtur atë parti me hijen e tij duke i qëndruar dhe Lulzim Bashës mbi kokë. Dhe këto janë fakte të qartësuara tashmë, nuk po merremi. Bjem dakord. Për mendimin tim, aty sa të jetë Berisha, pra sa të ai të mos dojë që ta lëshoj, aty është e kot që ti të mundohesh të bëhesh si nordik. Këtë mesazh do t'i japi dhe ai, sa ti je mund këtu të negociohet me mua. Po pra. Por për që PD të vim pushtet. Jo pra, jo të negocion, se ti e thua bukur o burr. Nuk negocion Berisha. Berisha i thot dua të çof aty të shputa e këmbës, edhe kaq. Po unë të kam shara me libër shtëpi, s'ka problem, erdh aty ti. Mo ti tani